Kosova, një republik e pavarur, të njihet si realitet. Populizmi përkundrejt fakteve, sepse dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufite antikombëtares, të na fliste për Kosovën, duke reaguar me orë të tëra vones, pasi kishin reaguar jo vetëm Ministria e Jashtme, po edhe shumica e grupit parlamentar të mazhorancës. Po kur vjen momenti për ta kthyer në fakt, ata mungojnë, sepse spastrimi etnik është i papranueshëm në çdo rast. E në rastin që ndaj kombit tënd, në çdo hapësirë gjeografike të kombit tënd. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri, që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla munguan në këtë sallë të nderuar, ku ishin përfaqësues me shumicë të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës zyrtare. Ata zgjodhën që në ditën që dënohet genocidi e në ditën që dënohet spastrimi etnik, të fshihen si struci dhe të zhduken. Kjo ka të bëjë në fakt me gjithë rrymën politike që ne shohim, sepse në fund të ditës është vetë fisi i një kolegut ton të panderuar këtu, që masivisht votonte për Fredi Belerin në zgjedhjet lokale në Himar, sepse Himara duhet të konsiderohej si një hapësirë e vorje pirotizmit, dhe më vonë, kur erdhi çasti për zgjedhjet përgjithshme, padyshim që votoi për një parti e cila me gjasme është kundër spastrimit etnik dhe genocidit. Fjala përkundrejt veprës. Ne si shumicë kemi zgjedhur edhe veprën, edhe fjalën. Këta, partizat e populizmit antishqiptar, kanë zgjedhur vetëm fjalën kur u intereson. Përfundoni, ju lutem. Dhe me vepër kanë treguar sa herë që ju ka ardhur rasti në dorë se janë thjesht antishqiptar. Deklaratat që mbahen në këtë parlament janë në kufitet pabesueshme, zoti kryetar, dhe deputeti parafolës ka thyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetët e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi, edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinj shqiptarë se paguan apo sillen për dall nga Fredi Beleri. Së dyti, zoti kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, po me thënë drejtën, kur s'kam parë nga zoti Ruçi për shembull, apo dhe nga parasi i tij zoti Balla, që çfarë s'na ka thënë, çfarë s'na ka bërë dhe na ka përjashtuar dhe nga parlamenti, që të dalet të thotë tu që Partia Socialiste do dali dhe do të shtypë. Unë nuk e kuptoj se si një deputet që pretendon të jetë në radhët e të rinjve, të flasim me një gjuhë dhune dhe në kufit e urrëties. Kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptar, mbani përgjegjësi, mbani dhe gjuhën, sepse e dim se çfarë trashëgimie të dhunshme keni. Sepse është për t'u habitur që njerëz me thinja në Partinë Socialiste mbajnë gojën edhe rioshët lëshohen, a thua sikur nga kanë dalë.